Në prag të festave të 7 dhe 8 marsit është promovuar këtë të martë libri Gra shqiptare në qiellin e Europës. Ky është botimi me autore mësuese Nafize Hoxhaj. Në aktivitetin organizuar nga Shoqata Kulturore Adetare Labëria Degavlor, merrnin pjesë intelektual, njerëz të letrave, shkrimtar dhe poet, si dhe ta afërm dhe dashamirës të autores. Ky botim është një prurje re për gruan shqiptare, e cila me fuqinë e saj ka bërë që zëri i Shqipërisë të dëgjohet në Europë, duke u rreshtuar krah për krah e plot dinjitet dhe merita me burrat. Të pranishëm edhe shok të fëmirisë të Nafize Hoxhajt dhe ish nxënës të saj që dhanë përshtypjet për librin. Në qoftë se kohë më parë, autorja që na mbledh sot, Nafize Hoxha, na mblodhi për librin Gra që i bëjnë drejt Shqipërisë, sot steka e krijimtarisë së saj është rritur dhe na sjell të botuar librin e ri me titull Gratë shqiptare në qiellin e Evropës. Një material shkrimor i shkrir në 207 faqe. Libri prezantohet me një parathënie të profesor Bardosh Gaçe e shtrirë në 12 faqe. Kjo më duket se e ka strukturuar mirë librin dhe lexohet me interes për ata që kanë interesa letrare, interesa historike, biografike, por edhe për ata njerëz e lexues thjesht që duan të lexojnë për kuriozitet. Në klasën e parë na dha mësimi i fundit mësues i rilindjes së lumit të Vlorës, Gani Gollo, i cili mbahet mend për qetësinë, pastërtinë e fjalës dhe patriotizmin e kultivuar tek mësuesi veteran. Ndërsa ju, një mësuese e re, në moshën 18-20 vjeçare, me plot energji për mësuesinë, sollo tek ne një frym të re të kohës, atë të kolektivitetit, ecët në vite dhe vijnë tek libri. Për gruan shqiptare, në vite e shekut, është shkruar e folur dhe përsëri do të shkruhet e flitet. Në këtë rrjedhë të jetës, për rolin e gruas shqiptare në histori, u rreshtua dhe ju mësuese dashur, me guxim dhe kurajë, duke sjellë para lexuesit emblema të gruas shqiptare, të cilat në qiellin e Europës kanë lënë gjurmë të thella në histori ndër shekuj. Por librat, Gra që i bëjnë drejt Shqipërisë, historiane Nafize Hoxha na del para lexuesit me librin Gra shqiptare në qiellin e Europës. Është një libër për gratë shqiptare, të cilat në histori kanë lënë dije, punën, sakrificat, trimëritë e tyre për arsimin, për kulturën, për lirinë, edukimin dhe përparimin e shoqërisë. Ka shkruar me mjaft thjeshtësi, në mënyrë koncize, me vlera njohëse për 16 figura të kombit shqiptar, të cilat, siç thot ajo, kanë përmasa në qiellin e Europës. Dhe kjo është e spikatur në thjeshtësinë e saj dhe në vlerat intelektuale që ka kjo femër, e cila, si thash edhe më parë, nuk është tani thjesht krijuese, po është dhe një misionare që ne e urojmë edhe për ato që kanë në duar, për etnografinë, për zakonet, për doket, për muzikën e gruas shqiptare labe në të ardhmen. Duke lidhur natyrshme jetë veprën e grave të vendlindjes me veprat madhore të heroinave që bën histori, duke transmetuar ndërbreza e roli përcaktues të vetëdijes kombëtare, kur ajo vihet në shërbim të çështjes së dheut. Redaktori i librit studiuesi profesor Dr. Bardosh Gaçe ka vlerësuar botimin e radhës së Nafize Hoxhajt si mjaft të arir. Kuptohet vetiu se studimit historik të mësuese Nafize Hoxhës, e cila ka punuar një kohë të gjatë me si me këmbgulje, na sjell një pamje të re në historiografinë blonjatre dhe atë shqiptare. Duke e përgëzuar autoren, si dhe Shoqata Kulturore Adetare Labëria dhe zotin Ahmet Demaj, për këtë promovim në prag të 7-8 marsit, do të dëshiroja të shënoja para auditorit disa aspekte. Njerëzit e heshtur me dinjitet e mençuri shpesh nuk janë vlerësuar nga shoqëria jonë. Aq më shumë zëri femëror në studimet tona. Nafize Hoxha është një grua e rrallë me një horizont kulturor adetar të gjallë, që dhe dy veprat e saj historiografike, Gra që i bëjnë drejt Shqipërisë dhe Gra shqiptare në qiellin e Europës, dëshmojnë në sytë e kohës dhe të lexuesve se kemi të bëjmë me një historiane të nivelit kombëtar, që është krenari dhe për Mesaprikun edhe për Vlorën dhe për tërë vendin.
Autori e librit Gra shqiptare në qiellin e Europës, Nefize Hoxhaj, thekson disa nga figurat e grave që janë pjesë e këtij libri. Kam nisur me Donika Kastriotin, gruaj e kryeheroit kombëtar, Gjeri Kastrioti Skënderbeu, ku për këtë kanë shkruar shumë shkrimtar dhe historian si Baleti, Noli, Konica, Kristof Rashëri, Plum Gjufi, Bardosh Gaçe, Neki Dre dhe atë tjerë. Nën Tereza, një grua legjendare, bujare, humane, e cila jetën u akoshtoi të varfërve. Laskarina Bubulina, Arvanita se kjo, po me gjimime të mëdha në historinë greke edhe në mesdhe, ku shumë shkrimtar portretin e kësaj gruaje kanë gëndur si kapetani e lufte. Edis Durhan, angleze, mike e madhe e popullit shqiptar. Kuzuri i saj për mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve është dëgjuar në dyert e fuqive të mëdha edhe në Parlamentin e Londrës. Kjo ka bërë vizita në shumë qytete të Shqipërisë, si në veri dhe në jug, dhe për shqipërit e saj i ka shkruar në librin Brenga e Ballkanit, të cilin e ka shkruar në Angli mbas kthimit të vizitave në Shqipëri. Dhe kam këmbgulur që shqiptarët ta zgjedhin vetë mënyrën e vetëqeverisjes. Nefize Hoxhaj vjen si një zë i veçantë dhe me përmasa që lartëson dhe jep dinjitet gruas shqiptare, ku fama e saj është dëgjuar edhe në kontinentin europian, por edhe më gjerë. Ky libër i dedikohet kujtesës për gruan shqiptare në histori, pikërisht përmes figurave dhe profileve të shquara të tyre në një shtrirje të rëndësishme në kohë dhe në hapësirë.